Atëherë flasim pak e dashur mbi edhe edicionin e fundit të Festivalit Poetik Krijuesit të Rinj dhe po ashtu fitoren tënde atje, çmimin që u shpërbleve dhe poezinë që dërgove. Atëherë ishte edicioni i Sat me radh që shoqata e shkrimtarëve Vojnum në Tetov kishte organizuar dhe fitova çmimin parë për poezinë Çandever. Ishte një emocion i jashtëzakonshëm, meqense konkurenca ishte e madhe dhe po ashtu ishte befasi edhe për mua, sepse nuk e prisja që ta merrja atë çmim. Poezia Shend e Verë na trego pak se për çfarë bëhet fjalë, na shpjego pak më në detaje poezinë dhe ishte, le themi, e krijove e shkrove Enkas për festivalin apo ishte poezi ndoshta që e ke përgatitur që më herët? Po, patjetër. Kjo poezi ka qenë e përzgjedhur Enkas për festivalin. Kam pasur edhe disa opsione të tjera, po kjo ishte ajo që më pëlqeu më së shumti. Është një poezi dashurie, e cila flet për dashurinë dhe po ashtu pëlqej shumë edhe nga konkurruesit tjerë, të cilët e vlerësuan po ashtu shumë.